Një shtëpi në lagjen Top Han në Shkodër është përfshirë nga flakët mbrëmjen e 7 nëntorit. Nga zjarri i rënd mësohet se nuk ka persona të lënduar sepse në momentin kur shtëpia është përfshirë nga flakët, nuk ndodhej askush brenda. Kanë qenë komshinjt, të cilët sapo kanë parë tymin dhe flakët e zjarrit në banesë, kanë njoftuar menjëherë forcat zjarrfikse. Në vend ngjarje kanë bërritur 2 automjete zjarrfikse, të cilat kanë nisur punën për neutralizimin e këtij zjarri që përfshiu ndërtesën trekatëshe. Pas ndërhyrjes, efektivët zjarrfikës kanë arritur që të vënë nën kontroll flakët e zjarrit duke shpëtuar 2 katet e tjera të banesës në fjalë. Gjithsesi, dëmi ekonomik i shkaktuar është i konsiderueshëm sepse kati i dytë i ndërtesës është shkrumbuar nga flakët plotësisht, por është shpëtuar pjesa tjetër e kësaj shtëpie trekatëshe. Pas shuarjes së flakëve, inspektorët e zjarrfikses bashkë me policinë vendore të Shkodrës kanë nisur punën për hetimin dhe zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij zjarri në lagjen Top Han. Janë ende të paqarta arsyet e këtij zjarri, por dyshimet e para lidhen me një shkëndijë elektrike e brenda banesës, e cila ka shkaktuar zjarrin që dogji njërin kat të kësaj ndërtese. Ajo që mbetet sërish shqetësim edhe në këtë rast është vështirësia e zjarrfiksëve për të lëvizur në rrugicat e qytetit të Shkodrës, si shkak i parkimit të automjeteve. Edhe kësaj here për shkak se shtëpia e përfshirë nga flakët ndodhej brenda disa rrugicave, zjarrfikset kishin vështirësi për të shkuar deri në vend ngjarje për shkak të ngushticave të krijuara edhe nga parkimi i automjeteve të banorëve. Ky shqetësim është ngritur disa herë nga drejtuesit e zjarrfikses dhe Bashkia e Shkodër ka bërë një plan me disa rrugica ku do ndërhyet për lirimin e hapësirave të zëna nga mure apo objekte të tjera të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. Por sërish mbetet një problem edhe parkimi i automjeteve, sepse vështirëson punën e zjarrfiksëve dhe krijon vonesa për të mbërritur në vendngjarje në rastet e zjarreve në zona të ndryshme.